do t'jetë parazgjedhor me zotin Limaj dhe pas zgjedhjeve mund të fare mos të ketë komunikim dhe përfundon aty ndoshta marrëveshja. Pa marrë parasysh a kanë pas një marrëveshje zyrtare ose jo. Unë besoj që zoti Limaj edhe nëse hine vetëm me partinë e tij, e din sakt se nuk mundet me kalu pragun dhe bën vetëm sa për të thënë që do të thotë si luftëtar nuk kthehen mrapa. Ndryshe në PDK unë zotin Limaj nuk e shoh me listën e tij. Besoj që PDK-ja insiston dhe është duke punu që ta ketë zotin Limaj mrena vetit pra si PDK. Dhe jo s'ka më gjasa, do të thotë si koalicion nuk mund të shkojmë. Jo, kam fjalën edhe me marrëveshje që zoti Limaj me mbetën në PDK. Okay. Dhe jo pas 28 me datën 29 me dalë prej PDK-s. Dhe besoj se cila parti politike këtë probleme ka pas me zotin Limaj. Se kam përshtypjen se cili ja ka bë këtë kërkesë dhe zoti Limaj nuk besoj që është gati me bë një marrëveshje të tillë, sepse ajo është gati me bë marrëveshje me secilin subjekt politik që mundet me qenë në qeveri dhe kryeministër, këtë gjë ka thonë edhe vetë. Dhe në këtë kuptim, unë besoj që do t'jetë interesant për secilën parti që e merr zoti Limaj, se zoti Limaj i ka të garantuar të paktën 20.000 vota dhe i merr aty dhe i çon të një parti politike dhe 20.000 vota për një parti politike do të thotë shumë. Paraferësisht mund të jetë 1 deri në 2%, por që është një farë ndryshimi dhe një farë diferencë, sepse sot partitë politike nuk besoj që luftojnë për 10% rritje. Do të luftojnë për 1, 2, 3%, sepse